Largimi nga Partia Tradicionale ka ndodhur me kohë. Ne kemi 2 zgjedhje të fundit për kuvendin e Shqipërisë, ku shifrat në votime shkojnë në 48-49% të elektoratit regjistruar. Edhe pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zgjedhjet e fundit për kuvendit bëri një shkartisje të thellë nga 4.2 milion në 3.7-3.8 milion zgjedhës me drejt vote, përsëri ne pam një pjesëmarrje shumë të ulët, 49%. Po të doni, me një përthyerje të thjeshtë, partia sot që qeveris vendin ka arritur të marrë vetëm 21%, 21.5% të totalit të votuesve me drejt vote në Republikën e Shqipërisë. Pra, këtu përmbysja në kuptimin më kundërintuitivja për demokracinë ka ndodhur. Nuk është e vërtet, siç edhe është thënë në kundërpërgjigje të tezave të protestës që shumica ka mandat për të qeverisur. Këtu ka një pakicë e cilësuar, do të thosha, se 21% është pakicë e cilësuar, mandatin për të qeverisur, ndërkohë që pikpyetjet me të drejtë janë ngritur mbi kualitetet e sistemit demokratik, mbi nivelin e përfaqësimit, mbi aftësinë apo mundësinë e garantuar për ta gëzuar vendin, pra për të mundur të jetosh me dinjitet apo për të ndjekur një aspirat në vendin tënd, dhe për t'i thënë, se thua në një mënyrë apo në një tjetër, stop kësaj bjerje të madhe që është e natyrës demokratike, politike, shoqërore, po doni dhe ekzistenciale. Se një nga tezat që më ka bërë përshtypje dhe që është artikuluar fort në protest, është një Shqipëri jo thjesht e zbrazur nga banorët e vet, pra nga autoktonët, nga shqiptarët, të cilët nuk po e trashëgojnë apo nuk po mundin dot, po marr metaforën hua të Albanit që nuk ka një tapi në xhep për të gëzuar shtëpinë e tyre, por nga frika se mos ndoshta në këtë moment zbrastie, këtu na vijnë të tjerë, raca të tjera, popullata të tjera, njerëz me kohezon social, ushtarak, inteligjent, po doni më të madh se ne, të cilët ne s'do mundeshim dot i bënim ballë. Dhe kjo në fakt po ndodh, edhe ne mund ta vëzhgojmë fenomenin se si ndodh në Kipro, se si ndodh në Alpet italiane, se si ndodh në, po themi, rrethinat mesdhetare, ku racat të tjera, popullsi të tjera, jo me patjetër të vlerësuar apo të para pozitivisht në optikën e opinionit publik europian apo ndërkombëtar, vinë zënë vend dhe zbojnë popullatën autoktone. E beson realisht